Jo, nuk do të përfundoj fare me këtë qasi që e ka zoti Albin Kurti. Ne kemi pas një takim konsultativ që o bo sa për sy e faqe. Kemi qëndruar në një sallë për 2 orë. Kemi afru ne si parti ish opozitori, i kemi afru alternativat për zhbllokim të situatës duke ofruar votat pa asgjë. Vetëm që të zhbllokohet kjo situatë të procedojmë me tutje, sepse ju e dini që sa muaj kanë përfunduar zgjedhjet dhe ne jemi pa konstituimin e kuvendit, ndërkohë Kosova po humb miliona. 1, se jemi vend i sankcionuar dhe 2, nuk kemi përfituar grantet për zgjerim, sikur se ju ka ndodhur Serbisë dhe vendeve të tjera të rajonit. Zoti Kurti nuk ka reflektuar në këtë kuptim dhe në këtë drejtim dhe unë mendoj që do të vazhdojmë njëjtë ashtu sikurse që kanë qenë seancat e radhës. Edhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese, aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, po e shohim që këta nuk kanë reflektuar, po interpretojnë aktgjykimin sipas vullnetit të tyre, ndërsa në anën tjetër aktgjykimin e 2014 ku jep të drejtën e përcaktimit të kandidatit për kryeparlamentar e ka pranuar. Nuk e ka kundërshtuar, ndërsa tash në fakt po e kundërshton me zbatuar një aktgjykim tjetër, edhe pse ky aktgjykim i thot qartë. E ki të drejtën e propozimit që ne asnjëherë nuk ja kemi mohuar, po nuk e ki të drejtën e bllokimit të seancës. Zoti Kurti nuk po reflekton, nuk e di se çfarë po menon. I kemi thonë sepse vendimi i gjykatës kushtetuese ka qenë të kthehemi në votimin prak, që është me votim të hapur, sepse mendojmë që është shkelje ligjore dhe po vazhdojmë me shkelje ligjore. Keni vazhduar me formën e protestës simbolike siç e bëhet në tendimin e kaluar? Besoj se po, sepse ne tash nuk kemi mekanizma tjerë se si me dalë prej kësaj situate, kur vetë zoti Kurti dhe partia e tij që i ka 48 deputet është bllokues i konstituimit të kuvendit të Kosovës. Zoti Kurti para dite është deputet, pas dite është kryeministër, marrin vendime që në fakt tash janë antiligjore, nuk ka të drejtë marrjes së vendimeve. Çka keni ndodhur si parti Në fakt, në fakt si aleancë kemi afruar alternativa, kemi afruar votat për kandidatë të caktuar dhe në fakt kemi qenë grupi parlamentar që kemi dërgu kërkesën në gjykatë kushtetuese, po njëri që është shkel kushtetutën ne nuk kemi. A do të vazhdojmë me procedu me tutje në gjykatën kushtetuese, do të mbetet. Ndoshta duhet të ndërhyjë edhe presidentja, ndoshta deputetët dhe partitë ish opozitore duhet me procedu me tutje në gjykatë kushtetuese. Faleminderit.